Po paka shumë jemi në vjen njëjtat vende me këndu, edhe krahas këngës që kemi lancu Motra po martohet si dedikim, i kam edhe 2 këngë që i kam përfundu edhe po mendoj tash kur mi xhiru videoklip. A keni menduar ndonjëherë për një trio për shembull, ju të dyja dhe mami apo mbetet plan Është diçka që realisht prej që kam fillu unë me këndu na pyesen. E kur keni me bo një këngë bashkë. Do i vi momenti, sigurisht. Po mendoj gërshetimi i stileve do të kishte qenë interesant sepse Besiana ka vendosur që pjetë në ujra të tjerë të muzikës spaku deri më tash, nëse nuk mendon t'i hy ujrave tregut dasmave, apo ka tendenca? Po tash dasmat e keni pa që ka dhe këngëtarë që ndoshta dhe jo janë edhe si në fillim, ose në fillim të hyrës shiftit me zhandër tjetër, por unë prej që kam fillu, kam bë edhe covers, kanë qenë edhe në muzikë popullore, se nuk më mi ikë, sepse e du mas pari, e dyta jam rrit me muzikën popullore, edhe nuk i dijet, kam qef mu sfidu me pa. Po lë ma herët për bashkëshortët, për ata që janë zemrës tuaj, cila këngë për shembull i pëlqen bashkëshortit tënd mas shumë ti prej këngëve që ti ke në reportar, i ke bo ndër vite, uji mineral po të tjerat se... I pëlqen faqe e re që kom bo atëherë, edhe kjo e reja 100 vjetë bashkë i pëlqej shumë. Kjo duhet mi pëlqy pa tjetër sepse është edhe protagonist në klip, është dedikim. Protagonist, plus kuptimi këngës. Pesi mu më pëlqenjë këngë tuja dhe ti